Hapja e procedurës tenderuese për ndërtimin e bypasit të Tiranës nga Autoriteti Rrugor Shqiptar shënon përmbylljen e të gjithë segmenteve të aksit Milot-Fier, pjesë e autostradës Adriatiko-Joniane. Kjo pasi një nga lotet e kësaj autostrade përfshin një pjesë të këtij bypasi. Ndërtimi i autostradës Milot-Fier, një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore në vend, po ecën me ritme të ndryshme në 5 lotet e saj, me një gjatësi totale prej 114 kilometrash. Kjo autostradë është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe përfshin lidhjen e një sër segmentesh që aktualisht ndodhen në faza të ndryshme ndërtimi apo tenderimi. Segmenti më i avancuar është ai Thuman-Kashar, me një gjatësi prej 21 kilometrash, ku punimet kanë përfunduar dhe është hapur për qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë, 3 segmentet e tjerë, Milot-Thuman, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier, janë gjithashtu të kontraktuara për ndërtimin dhe kompanitë ndodhen në procesin e sigurimit të lejeve për nisjen e punimeve. Të 4 këto segmente do të realizohen përmes kontratave koncesionare. Ndryshe paraqitet rasti i bypasit të Tiranës, i cili do ndërtohet me financim të drejtpërdrejtë nga buxheti i shtetit. Ky bypas do ketë një gjatësi totale prej 21.6 kilometrash, nga të cilat 7 kilometra përkojnë me seksionin Kashar-Lekaj. Kjo pjesë e përbashkët nuk do ndërtohet nga koncesionari i segmentit, por nga kompania që do realizojë punimet për bypasin e Tiranës. Si rezultat, gjurma totale që do përfshi ky segment arrin në 33.6 kilometra, por vetëm një pjesë e saj është objekti i kontratës koncesionare. Për ndërtimin e bypasit të Tiranës, ARSH ka hapur pak ditë më parë 2 procedura tenderimi me një fond total limit prej 6 miliard lekësh. Bëhet fjalë për fazën e parë dhe të dytë të ndërtimit të segmentit Kashar-Nyja-Vaqar, që përfaqëson një pjesë të gjurmës së bypasit.